ne do të organizojmë me 28 mars një event që është dedikuar maturantëve, dedikuar gjimnazistëve, klasave të 13-12. Do të jetë me në fokus ata një ditë të shtunë ku nga ora 9 deri në orën 3, ato do të kenë mundësi të shikojnë të gjithë, le të themi, gamën e zhvillimit profesionit farmacistëve. Pse? Sepse ne do të kemi të ftuar nga figurat të shquara të profesionit farmacistëve, të ftuar nga industri farmaceutike, ndërto kemi përfaqësues edhe nga Trefarma e Kosovës, pastaj nga kompani të rëndësishme në Shqipëri si Profarma, nga Novartis, që është një kompani internacionale, nga Pharma One, dhe patjetër dhe akademik në fushën e farmacisë, ku ata do të shpalosin atë vizionin e tyre dhe, le të themi, fushat e ndryshme të zhvillimit të një farmacisti. Më pas do të ndiqet nga eksperimente laboratorike, ku jo vetëm do të shohin, po e kemi menduar që ta organizojmë në grupe të vogla, ku nxënësit do të bëjnë eksperimentet vetë, dhe pas asaj do të bëhet një testim i shkurtër i njohurive, e ndjekur kjo pastaj me një sfidë që ne kemi quajtur Pharma Challenge, që në për grupe ata do të jepet një sfidë, do të mundohen ta zgjidhin, ta prezantojnë, dhe grupi më i mirë dhe më të mirët do të kenë mundësi të marrin 5 bursa dhe çmime speciale, të cilat sillen nga pikërisht nga kompanitë tona farmaceutike.